Politika dhe veprimet e fundit të udhëheqjes në Serbi në ndrejtimin e Vučićit kanë ngritur shqetësime serioze në rajon. Blerja sistemeve të avancuara ushtarake nga Kina përfshi raketa balistike supersonike nuk është thjesht një çështje modernizimi ushtarak, ajo shihet si një mesazh presioni ndaj qenjve dhe si një përpjekje për të ndryshuar balancën e sigurisë në Ballkan. Kjo qasje bëhet edhe më problematike kur përdoret si justifikim për të krijuar narrativa kërcënuese ndaj bashkëpunimit rajonal. Referimi i vazhdueshëm ndaj bashkëpunimit trilateral mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë si arsye për armatim të rënd është një përpjekje për të shtrembëruar realitetin, kështu vlerësojnë në Institutin Oktopus. Militarizimi i Serbisë ka kohë që ka filluar si proces në kuadër të rreshtimit saj gjeopolitik me Rusinë dhe në përgjithësi me boshtin revizionist ruso-kinez dhe përbën kërcënimin më të madh për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit në përputhje edhe me raportet ndërkombëtare sa i përket identifikimit të potencialit saj kërcënues për stabilitetin. Doraja Timiri, profesori gjeopolitikës, thotë se Serbia vepron sipas strategjisë së saj për të qëndruar faktor kryesor destabilizues në rajon. Kjo narrativ synon të krijojë frikë dhe pasiguri në opinionin e brendshëm, duke justifikuar veprimet e jashtme që nuk e trajtojnë seriozisht rrethanën dhe qasjen serbe. Në fakt, Serbia nuk po e sfidon vetëm rajonin ton, por po e sfidon drejt për së drejti sigurinë dhe strukturën, do të thoya, të vetë NATO-s, sepse ajo po e blen këtë armatim për t'ju kundërvënë në çdo rast, për t'i kërcënuar në çdo rast, ose vendet anëtare të NATO-s, ose vendet që kanë aspirata për të qenë në NATO. Ministri mbrojtjes Ejup Maqedonci në vazhdimsi ka deklaruar se armatosja e Serbisë, në veçanti nga Kina, shpërfaq tendencën hegemoniste të Beogradit në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne e dim në raport me politikën serbe dhe institucionet e sigurisë në Serbi, kjo politika e eliminimit, kjo politika e sulmeve kundër fqinjve, politika e gjenocidit ka qenë edhe mbetet thellë pjesë përbërëse e mund të themi e politikës së përgjithshme në Serbi. Në këtë kontekst, edhe të dhënat nga Instituti Ndërkombëtar i Stockholmit për studimet e paqes tregojnë se shpenzimet ushtarake në gjithë Ballkanin Perëndimor janë rritur, e që këto të dhëna tregojnë se Serbia është importuesja numër 1 e sistemeve kryesore të armëve në rajon. Serbia